i ftojmë mysafirët në studio. Mirëmëngjesi Pranvera, si je? A je mirë? Mirëmëngjesi Narta, a jeni mirë? Hajde urdhane. Po uleme dhe po flasim për këtë temë cilën e kam diskutuar edhe më herët. Në fakt edhe kemi paralajmëruar qysh për javës të kaluar kur edhe e pash lajmin, Pranvera më tha që po hyn edhe tutje edhe po hulumton edhe më tepër. Çka gjet atë? Çka ka? Se Britania e madhe mori një hap të tillë dhe po besoj që ka vetëm për reklamimin apo në përgjithësi për këtë ushqimin me ndalu te fëmijët. Çush është? Kështu, vitin, janarin, fillun edhe Anglia, edhe Amerikanët i bën ndryshime që në princip arsyet pse u bënën qëndrojnë të njëjta, përafërsisht obeziteti, diabeti, smundjet kronike të njerëzit. Në Angli që ka ndodhe, ata nuk kanë ndalu ushqim, e kanë ndalu reklamimin e fast foodit ushqimit në përjetet sociale, sepse shumicën e kohës sot edhe triturit edhe fëmijët e kalojmë në përjetet sociale, edhe në për telefon, internet, edhe ndalimin në televizionet, marketingut, deri në ora 9 mbrëmje, do të thotë në orën 21. Kjo për arsye se çaja është koha kur një fëmijë potencialisht ka mundësi me shiku. Parashit se duhet të qenë gjë. Edhe deri në ora 9, me thonë, ndalohen reklamat. Kjo u bo pas një pune disa vjeqare, jo një muje, një vjetë, 2 vjetë, po disa vite me radhë, kanë analizu, kanë shiku, kanë ndikim këto reklama që bëhen të ushqimeve fast food në shëndetin e fëmijëve, edhe konkluzioni ka qenë po, ka ndikim, andaj ka marrë masa qysh herët, kështu që një veprim tillë mendoj që duhet ta ndjekin edhe shtetet e tjera evropiane. Po saçërisht ne. Më duket që nuk jemi edhe shumë keq, se nuk ka të shumë që vuajnë nga obeziteti në Kosovë, më shumë të rriturit, fatmirësisht që jo fëmijët, por mundemi me shkua, do të drejt këtyre hapave në qoftë se nuk ndërmend. Ka, është në rritje edhe obeziteti, edhe diabeti, po edhe smundjet kronike të rriturit, vitet e fundit, kështu që edhe ne nuk është që jemi mirë, kur anglest një shtet ka që fuqishëm, qoftë me politikat shëndetësore, qoftë ekonomike, kur ata kanë marrë kësi veprime, konsideron ne ku jemi. Kështu që unë mendoj që marrë në konsiderat edhe numrin e pacientave, fëmijëve me obezitet, që është në rritje, vetëm në rritje është, edhe me diabet, edhe smundjet kronike, unë mendoj që ne duhemi të alarmohemi akoma më shumë, edhe të marri masa edhe ne. Për fast food po flasim, tash fast food e tregojnë çka përfshihet po jo. Në fakt edhe ata thot kështu ja ndaluar reklamat në televizion dhe internet, ndalimi vlen në të gjithë Britaninë dhe ndalon reklamimin e ushqimeve dhe pijeve me shumë yndyrë, krip dhe sheqer në televizion para orës 21 edhe në çdo kohë në platformat online. Mendon Narta që mundet me të vërtet një reklam, me pas një ndikim ose një marketing ndoshta, një foto që munden me pa fëmijët, me pas ndikim në anën mendore të tyre, në psikologjinë e tyre? Padyshim që po, pasi që prej këtë aspekti emocional, gjithashtu fëmija stimulohet, përderisa e sheh një reklam tillë, gjithashtu na e dim që reklama luajnë me psiqikën e njeriut, pasi që ata e analizojnë qysh me bën një reklam që mi nxit fëmijët sa ma shumë që ata me kërku ato, po, për shembull ja fusin lodra të ndryshme në për fast fooda që hala ma shumë i stimulu ata që ata mi kërku fast foodin, kështu që padyshim që ndikon aspektin psikologjik shumë. Madje ka edhe ndoshta bombone të ndryshme këto gamez si haribët të tilla cilat janë në forma të fast foodeve, të hamburgerve, sandviç të ndryshëm, të cilët e bëjnë edhe më atraktive me i pa. Besoj që edhe pamja jashtme mundet me ndiku te ta, dhe kur e shohin në afërsi, edhe pamja, edhe ngjyrat, do me thonë gjithçka që me bo fëmijën sa më tërheqëse, që ai fëmijë mu stimulu që me ble edhe me kërku. Gjithashtu, mu ka dok një hap shumë i mirë i Anglisë, shpresoj që edhe në Kosovë ka me vazhdu e njëjta gjë, pasi që me të vërtet obeziteti është ka shkon drejt rritjes, kështu që duhet me marrë masa shumë herët në mënyrë që mi parandalu sëmundjet në të ardhmen. Gjithashtu në aspektin psikologjik ndikon shumë, edhe pamja e jashtë me mandej bullizimi e krejt këto po ndikojnë. Po edhe në fakt kur shëndoshën, apo kur fitojnë obezitet. Mandej fëmija edhe vetë nuk është
i knasht me pamjen e tij fizike, edhe kjo ndikon në vetë vlerësim të fëmijës. Qysh me i bu ma të fort që ndoshta mos me ra prej e reklamimeve të shumta. Një si të rritur ndoshta mundemi deri në një pikë me bu një dallim çka është e mirë, çka është e keqe, me i di disa informata të shumta. Besoj një rol i mirë është i prindërve, mirë që kanë marrë hap edhe institucionet atje, po sidoqoftë ku është edhe roli ynë këtë mes, çka duhet me bëni me fëmijët në këtë rast? Spari është edukimi i fëmijës, me tregu se cilat gjana janë të shëndetshme, edhe pse janë të shëndetshme. Pse për shembull të hajmë sa më shëndetshëm është e mirë për organizmin e fëmijës, kështu që hapi i parë është edukimi. Gjithashtu për shembull nëse edhe te ne ndalohen reklamat e tilla, atëherë fëmia nuk ka më stimulu edhe nuk ka me kërku gjatë gjithë kohës fast food. Dhe kërkojmë fëmijët pranë. Kërkojnë se janë të stimuluar. Në fakt na shohin edhe ne duke i konsumu. Po dhe janë të ekspozuar Agnes. Ne për shembull në Angli, që sa kohë ekziston ligji që ndalon për shembull mu listu ose mu vendos këto produktet bumbonat, lepiset, atraktive që janë për fëmijët afër arkave ose kohë. Te ne janë pikërisht atë. Para se dalin fëmijët i mbushën duart edhe i vendosin. Pikërisht është marketingu edhe janë industri të ushqimit që mundohen me i provoku fëmijët, sepse ata janë realisht konsumatorë që manipulohen mas leti. Fëmijët bin prej e tyre, sepse ai sot dëshë e mirë nësër i fol keq, ai nuk kupton, mendojnë që me të vërtet çka del në reklam është e mirë. Tash po du mu kthy ta pjesa tjetër. Këtu përveç ndikim faktor shumë të madh që ka prindi, familja, ndikim jashtëzakonisht të madh ka edhe shkolla ose mësusja. Po gjithsesi janë edhe institucionet që duhet ta ndihmojnë bashkarisht, ky sistem që duhet bashkarisht ta ndërtojnë për me punu drejtimin me zhvillimin e këtyre smundjeve. Çka mujna me bë shembull për marr konkret. Ti nëse mësusja fol është një zë i mësuesës ose i arsimtarit ose i shkollës që fol në shkollë thotë kjo është e dëmshme, nuk bën ta konsumojmë shembull bombonat, nuk bën ta hajmë fast foodin, hamburgerin, nuk don chipsat mi hangër si janë të këqija. Ti ka të fol ashtu kur kompanitë e marketingut folin sikur me dalë me folin protesta me një autoparlant. Veç kush fol me autoparlant, veç qaj njëhët. Kështu që në rastin ton, marketingu edhe reklamat që bohën këtu, është sikur mi u fol fëmijëve me autoparlant. Ata veç ato kanë me ndëgju. E ta shka ka bo Anglia ka thonë prindve edhe shkollës për shembull, se nuk ka mjaftu veç edukimin në për shkolla dhe në shtëpi. Anglia këto e ka vërtetu, që nuk po mjafton veç edukimi, ka thonë ajde një shka, une po ju nali juve shto algoritmat në interneta, në reklama, pinali pju një maj, me i nalë reklamat prej kompanive të ushqimit, edhe ju tash punoni në shpe, punoni edhe në shkollë, edhe kemi me pas bashkarisht. Mendoni që mundet me pas sukses? Se nuk kemi të ekspozum ne ndaj marketingu të dhunshëm, agresiv, po e që ju dhunshëm, është marketing agresiv që është u bu. Nëse fëmijë dalim i shojmë shkollë, nuk shek kërkum billboard me reklamat fast food, hinë market, nuk i shet e arka, nuk i gjenë shpe, nuk i gjenë frigorifer, normal që nuk kam ju kujtu çdo ditë me konsumu, po kam me konsumu në ashta një herë njoft, ose një herë, 2-3 herë në mujtë. Po që e bën diferencë. Po, edhe normal, dallon shumë se numri kalorive është shumë ai vogël. Kështu që edhe në aspektin psikologjik, në momentin që ai nuk ekspozohet ndaj asajna, mandej edhe nuk ka me kërku se nuk ju kujtohet, pasi që jeta e fëmijëve është shumë dinamike, ata gjatë gjithë kohës janë lëvizje, ata e harrojnë nëse nuk e shohin. Kështu që normal që shumë ka me pas efekt pozitiv nëse veç ndalohen reklamat. Sidomos kjo që e ka bërë Anglia se na për rrjetet sociale nuk lejohet fare, as pas orës 21 që mu reklamu, kështu që padyshim që ka me pas shumë. Edhe fëmijët janë shumë të vëmendshëm, sidomos në ditët e sotme. Diçka që e shohin nuk e harrojnë pastaj për një kohë gjatë, edhe madje komentojnë, madje edhe kur na shohin ne kanë dëshirë me bot njëjtat veprime, pra kopjojnë në një lloj forme. Ata e shohin dikë tjetër, një të rritur, ndoshta një reklame dhe duan të veprojnë në të njëjtën mënyrë. Modelime. Fatkeqësisht industria që atë punë e ka, me shit sa ma shumë kësi produkte, i bojnë të mira, ju qesin sheqer, ju qesin krepe, ju qesin indyrna, ato janë të shishme dhe janë tërhecë edhe për synin, po edhe kanë shije, edhe për që ata dojnë me provoku në asi forme. Veç ka kisha bu një diferencim, me të kuptu fast food nuk në kuptan veç hamburgeri ose ato patatet, ose fries, që ato që po i blejmë në për këto,
fritat që fërgohen, nuk janë veç këto fast food. Fast food nuk kupton ushqim që përmban shumë sheqer, ose ushqim që përmban shumë yndyrna, ose ushqim që përmban shumë krip. Fast food janë edhe tash trendi i konsumit, i ka shty industri të prodhimit, për shembull, na shkojmë janë te frizat, përpara në friza ke pas mishna të ndryshme të ngrime, tash më shumë kemi për shembull patate. Uherë ky trend tashti me i shti patatet në përkesë me marrë veç me i shti në furrë, ato janë gjysmë të përgatitura. Gjithë shka i kemi në frezë dhe mundemi me i marrë dhe me shpejta për shembull, dhe ato, ose vjen keq që po e them, ato chicken nuggets që po i quajnë fëmijët, shumë po i kërkojnë me çet emër, ato janë shumë të dëmshme. Edhe ajo është fast food, ajo blehet, kime fërgu shumë pak në shpe edhe kime konsumu. Edhe ajo është shumë e dëmshme. Pastaj janë këto cereals, këto kompleksat të ndryshme. Qëto grupet e tyre që duken se janë të shëndetshme me dritra, po nuk besoj për shkak se... Unë bile vë në dyshim që kanë diçka të mirë me randa. Aty shkruan e pasur me vitamin D, e pasur me kalcium. Ato kur gjë nuk përmbajnë dhe këtyne përbërzve. Andaj duhet kemi shumë kujdes edhe të prindrit, çokoladat, candy, lëpistret, që ato, dhe me thonë, që shitën në emër të fëmijëve, me figura, me personazh. Krejt ato konfleksat janë botë ashtë një është, me kitë personazh që po i dojnë fëmijët i kanë qitë në paketime. Pikrisht, kjo është që kompania po donë me shitë sa ma shumë. Të kemi vëmendje, të mundohemi sa ma pak konsum të këtyne produkteve, të cilat janë super të përpunume. Dhe jemi në ushqime, ma pak i përpunojmë në shpe vetëve. A mundemi me bo diçka atraktive të mirë, bashkë me fëmijët, me gatu, me kalu një ko me ta, por edhe me konsumu diçka ushqim brenda në shpe, dim qyshe gatuajmë, qyshe bëjmë, edhe është më i shëndetshëm dhe ushqime më të shëndetshme. Absolutisht. Vetëm mos ta bëjmë rutinë, do shta, mos kalojmë në rutinë me hangër çdo ditë ushqime fast food. Gjithashtu, dishta mu inkuadru këtë të pjesa e pregaditjes së bashku, ti pe kalon një kohë shumë kualitative me fëmin të angështu që është diçka shumë e dobishme edhe emocionalisht, ti po lidhësh atashimi po në bëhet shumë i madhë mes prindit edhe fëmijës. Dhe me thonë, po kryot një harmoni familjare. Pregaditjen e ushqimet. Edhe përgatiteve dhe hajmë mirë shëndetshëm. Ka një ndikim, për shembull, jo vetëm fast foodi, po mundet me pas ndikim edhe dietat të psikologjia e fëmijëve. Për shembull, nëse shohin një shembull që mban dieta është në një regjim strikt edhe jo dietat janë të mira. Regjimi i shëndetshëm, ushqimor që ti mundesh me bo për vete, besoj ajo mundet me qenë. Por këto dietat e shpejta edhe drastike për një rënje drastike në peshë, nuk besoj që i hy në punë dikujt edhe është e mirë edhe për shëndetin. Përderisa fëmija për një kohë caktuar ju ka ekspozu shumë ushqimet edhe ka hangër shumë ushqime edhe tash në mënyrë drastike për ndërprin me njëherë. Normal që ka me pas efekt negativ pasi që vetëm trupi i ti u mësu mi marrë qatë energjit caktume, ma ndej me funksionu në basë qasej energjie. Ma ndej e fëmi ka mu kanë ma i lodhur, nuk ka me pas vëmendja, përderisa s'ka vëmendja i qysh ka mu koncentru në shkollë. Kështu që krejt këto janë faktor që ma ndej e kanë aspektin e tyre negativ në psikologji. A mundemi me vendos diçka të mirë shëndetshme që me ndiku në psikologjinë e fëmijëve, brenda shtëpisë ndoshta, ti bëjmë personazhe interesante, ti gatuajmë forma të ndryshme, a i tërheqin ato më shumë? Po padyshim, njëjtë sikur se çyshe kanë bë industritë që i kanë shfrytzu krejt filmat vizatimor në mënyrë në paketimet e tyre që mi tërheq fëmijët që ata mandej ta kërkojnë Spider-Manin, Frozen e krejt këto, njëjtë edhe na mundemi me bën shpe po me diçka më tërheqëse edhe me ushqime shumë të shëndetshme. Për shembull edhe mundemi me vendos besoj edhe fruta, pemë, perime, cilat kanë një ngjyrë pak ma pigmente ma shumë, me vendos të ushqime dhe japim një ngjyrë që atëre mundemi. Mandej kemi edhe ato format që mujna mi pregadit vetë, ka shumë gjana. Edhe bukën ndoshta me preme, ato duket atëre interesant. E mira, buhet ka dal ka dole. Na e dim që për që ata nuk shumë të shku shpejt. Gradualisht është gjithmonë mënyra ma e duhon për gjithë gjë, jo vetëm për ushqim. Për që ata e keqja është fast food, se botë shumë shpejt. Na duhet me kuptu që për me hangër mirë, me reflektu mirë, gjanat e mira duhet më buk pak ma ka dale. Dinamike jetën jemi të zhvillu, po kur vjen në pyetje fëmijët, konsideroj që çdo prind duhet me gjetë
kohë mu përkushtu ma shumë në tavolin që ka po shërben për ushqim. Kjo vlen edhe qysh kur fillojnë me i provu ato ushqimet e para, i testojnë edhe tutje kur rritën, pastaj nuk e hanë ma veç ato ushqimet cilën ja bluajnë. Pra dhe ata janë kurios me konsumu diçka që konsumojmë na. Që ta e gjella po edhe pite që e keme në shpe, pa tjetër që ja kemi japë edhe me e provu. Kështu që edhe fëmijët e shojnë dhe kanë dëshirë atë që e konsumojmë ne, me e testu edhe me e provu edhe ata. Nuk mund është me kërku për fëmijët mos me pi Coca-Cola, e na vetë. ati vetë ki Coca-Cola në tavullin. Pse mos me provu fëmiju, kur reshtja që ka po pin nana ose baba që unë s'muj me pi. Shumë e vërtet. Dhe gjëmën e kom gjithë forman, vajza është ende shumë e vogël, i thonë veç, është e djeks, është shumë e djeks, kjo nuk banë. Edhe ta qdo e në pytë, është e djeks, po është e djeks nuk banë të... Se na e ditë e provon rasisht. Po e provon, pastaj a banë me provu djeks, nuk e di. Kështu që njëherë po më shkon mirë, kjo ju se edhe konsumoj shumë, po si do qoftë në rastet të caktuara, do të gjejmë edhe na një arsyetim edhe të ta. Çka ka bo Shtetet e Bashkuara? Çka ka ndryshuar me këtë piramidën? Çka ishte kjo, çfarë ndryshime dhe pse u bë një gjë e tillë? Trumpit një diçka të bukur e ndëgjum që... Apo, ama në fund. Unë u gëzova pak se çka ka ndodhur Amerikanë çdo 5 vjet e bojnë një update të asajna të ushqimeve çka janë si rrëfyes, çka me konsumu populli i tyre, edhe që 30 vitet e fundit ka qenë një bazament i njëjtë, do të thonë konsumi i drithrave, që 30 vitet e fundit nuk ka ndru bazamenti. Ka pas ndryshime në piramid, dikon ushtu proteini, dikon janë rritin dyrat, janë hek diçka, ushtu diçka e vogël, po kësi ndryshimi nuk ka pas. Çka ka ndodhur, kanë konsideru që drithrat po konsumohen shumë, tash drithrat e rafinume, industrit prap ushqimi është. Prap industrit e ushqimit po përpunojnë shumë, po prodhojnë drithrat në forma të ndryshme edhe aq shumë të përpunume, sa që u konsideru që edhe konsumi i madh i tyre në bazë të udhëzimeve të mëdhenshme që e kanë pas për ushqyrje, po shkakton obezitet të fëmijët, po shkakton diabet gjithashtu edhe po i rrit numrin e sëmundjeve kronike. Kështu që kjo ka qenë arsyeja që ata kanë bën një ndryshim, kanë rrit fokusin, çka duhet me pas tash tutje amerikanë në udhërrëfys çka kanë, fokusin te proteinat e shëndetshme edhe me bazë bimore edhe me bazë shtazori, kanë përfshirë të gjitha aty edhe mishat e ndryshme, edhe bimë të ndryshme, edhe buterin, edhe vajin e ullinit, edhe të gjitha vajrat, edhe të gjitha produktet tentojmë t'i konsumojmë të papërpunuara, pastaj për shembull në piramidën e vjetër vajrat kanë qenë në fund një sasi pak më të vogël me u konsumu, tash i kanë shtu si në mes, të konsumohen vajrat e shëndetshme, po flasim gjithmonë, në sasi më të madhe, edhe në fund i kanë luajnë drithrat në sasi më të vogël, më të moderume, por gjithmonë në udhërrëfys shkruan të papërpunuar, të tentojmë t'i konsumojmë të papërpunuara. Pra, me një fjalë, edhe ky ndryshim që u bë, na pëlqej, s'na pëlqej, ka, do me thonë, analizat, kanë rezultatet e hulumtimeve që janë bu, kanë konstatu që po quajnë përdorimi, për shembull drithra, kush është buka e bardhë, buka integrale, është makaronat, janë orizat të ndryshëm, janë këto drithrat tjera në përgjithësi që sot përpunohen edhe gjithçka e re, po del prej një millit, prej një grunit, po na del të lifar produkti, keksat të ndryshëm, me thonë krejt që ka përmban grun duhet të kenë në konsiderat, jo t'i konsumojnë që i kanë konsumum në disa racione gjatë ditës, po tash në sasi pak më të vogla. Pra, u fokusi është në proteina edhe në sasi, në porcion. Që të kjo është një sinjal i mirë gjithashtu që për neve me pas parasysh edhe na që ka po konsumojnë pak më shumë. A mundum edhe për fond shkurtimisht, a kemi shprehi me i lexu këto etiketat në fond, apo ambalazhin, unë për vete jo, them këto tamam publikisht, nuk është se i lexoj, veç afatin e këqyria ka afat. Për tjera nuk e di, edhe nuk e di që ose njerëzit mund të obsesionohen edhe të kjo pjesa, është mirë, me shiku çdo detaj, gjithçka? Tash, çdo detaj edhe të bëhemi obsesionar, normal që e ka efekte negativ, po të paktën ta dim me vlerësu se çka është e mirë edhe me ditë se cilat gjana janë të mira për shëndetin që ato mi ble dhe mi konsumu. Po.
Pranverë i lexon, besoj. Gjithsesi i lexoj, kur gjë nuk shtin shpe pa i lexu etiketën mbrapa çka përmban, se kompania jo që ka obligim ligjor. Ka raste kur edhe nuk shkruajnë çka përmban produkti. Kështu që më mirë të paktën me ditë çka ka, diçka që kanë shkruar. E ti lëm anash ato që ato çka nuk i shkruan mundona ato mos shpesh mundën me qenë bio, po kur e kthejmë në anën tjetër. Bio për shembull është term shumë i bukur dhe shumë i madh, po që keq interpretohet, nuk din as me spjegu njerëzit çka është, veç ka një bio dhe hajt pe blejmë. Po ajo është temë në vete gjithsesi, po etiketat gjithsesi duhet mi lezu, ato për një arsye shkruhen, janë pak më të vogla, po kemi mundësi sot me telefon, kitë jena me telefon, andor me telefon mund edhe ChatGPT-s. Edhe shohim nështë ku me pas fokusin edhe shumë pas. Ju falimderit shumë për kohën, falimderit për bisedën, uroj që të ketë shërbyer dhe kjo bisede dhe për ata cilët e kanë ndjek, me kuptu ndoshta spari për vete, me i marrë ato këshilla pastaj edhe tutje, me i vendosë edhe në familje. Uroj që sot me dalë me blej diçka pem perimet shëndetshme, me i vendosë në tavolinë frigorifer edhe kur do që ju hapim i kemi ato. Nuk kemi diçka tjetër, nuk kemi çipsa, nuk kemi shumë çokolada, diçka e tillë edhe kjo besoj që pastaj krijohet në rutinë. Disa ditë duhen, 20, disa ditë pastaj krijohet në një shprehi, edhe qoftë kjo shprehi e shëndetshme. Faleminderit edhe një herë për kohën. Faleminderit shumë Agnes. Faleminderit shumë.